62 hapa, konsiderojmë që janë zbatuar si sa 18 hapa, për çka në 15 korrik do të kërkojmë lirimin e fondeve nga BE-ja. Për këtë konferencë të rëndësisë së veçantë janë hapa të cilat për afat shtesë kanë pasur datën e djeshme. Sipas instrumentit të reforma, për hapat të cilat nuk arrin të zbatohen në periudhën shtesë, mjetet të dedikuara për përfundimin e këtyre hapave humbin. Hapat të cilat për afat të rregullt e kishin qershorin e vitit të 2025, e që s'ka duan dje pas periudhës shtesë, sepse kanë pas edhe një vit shtesë ose si grace period që thirret. Si që dini, agenda e reformave i ka gjithsej 119 hapa, që përfshin diku me aktet nënligjore, diku rreth 309 hapa të tjerë. Pra, kemi një hap që përbëhet nga disa nënhapa dhe ku piknisje kryesisht kanë shpeshherë aprovimin e ligjit që pastaj kërkon aktet nënligjore. Në total, në zbatim e sipër deri dje janë 62 hapa. Prej tyre 13 kanë qenë me afat shtesë deri me 30 qershor 2026, pra deri dje. Ndërkaq 49 hapa të tjerë janë në zbatim e sipër, e që 27 prej tyre e kanë si afat shtesë fundin e vitit, pra të dhjetorit 2026. Nga gjithsej 62 hapa, konsiderojmë që janë zbatuar si sa 18 hapa, për çka në 15 korrik do të kërkojmë lirimin e fondeve nga BE-ja. Për këtë konferencë të rëndësisë së veçantë janë hapa të cilat për afat shtesë kanë pasur datën e djeshme. Sipas instrumentit të reforma, për hapa të cilat nuk arrin të zbatohen në periudhën shtesë, mjetet të dedikuara për përfundimin e këtyre hapave humbin. Nga këta 13 hapa që ishin pjesë agjendës së reformave me afat shtesë, 7 konsiderohen të zbatuar, ndërkaq 6 nuk kanë arritur të zbatohen plotësisht. Nga këta 6 hapa, ka zbatim në të disa nënhapa, kryesisht veprime që janë varur nga qeveria. Tani do të përmend hapat të cilët nuk kanë arritur të zbatohen deri dje në kohë. Këto janë ligji për energji dhe energji elektrike, si dhe aktet nënligjore, sistemi i kontrollit të ndihmës shtetërore, pra ligji për ndihmën shtetërore, ligji për inovacion, pra Këshilli Kombëtar për Inovacion dhe Fondi i Inovacionit, legislacioni i kornizë dhe aktet nënligjore lidhur me falimentimin dhe paaftësinë paguese, pra ligji për kamat vonesa, paku e ligjeve të reformës në drejtësi, që janë gjithsej 6 ligje, ligji për KPK-n, KXK-n, Akademinë e Drejtësisë, për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, për rekrutimin, vlerësimin e performancës, kontrollin e integritetit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, për administrimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, si dhe strategjia për luftimin e krimit organizuar së bashku me nënhapat që janë pjesë e kësaj strategjie. Së pari, kisha më thënë që si që vren edhe nga leximi i këtyre 6 hapave që s'kan arritur të përfundohen në kohë, së pari nga 13 hapat, 54% të tyre janë zbatuar, kurse nga këta 6 hapa që nuk janë zbatuar, 5 prej tyre kanë të bëjnë me aprovim të ligjeve, ose rreth 83% prej tyre kanë të bëjnë me aprovim të ligjeve në kuvend. Hapi mbetur, që është strategjia për luftimin e krimit të organizuar, është veprim i cili duhet të miratohet në qeveri, mirë po për arsye procedurale, edhe ky veprim nuk mund të aprovohet nga qeveria në detyrë. Pra, kërkohet që të jetë qeveria në kapacitet të plotë. Me fjalë të tjera, pothuajse të gjithë hapat që nuk kanë arritur të zbatuar në afatin shtesë,
janë si pasojë e mos funksionimit dhe blokadës në kuvend. Kostoja e përllogaritur e mosarritjes së realizimit në kohë të këtyre 6 hapave llogaritet të jetë mbi 40 milion euro. Vlera e saktë do të përcaktohet nga vlerësimi i Komisionit Evropian, varësisht nëse ata i llogarisin edhe nën hapat të cilët janë zbatuar duke pasur parasysh rrethanat objektive. Të gjithë hapat që kanë pasur afatin e 30 qershorit, ne do t'i monitorojmë dhe do t'i shtyjmë për aprovim në seancën e radhës të kuvendit, pasi reformat janë për të mirën e qytetarëve dhe të Republikës, ato do zbatohen gjithsesi. Pra, edhe pse nuk i kanë arritur afatin me kohë në lidhje me fondet, ne do t'i shtyjmë me të njëjtin vrull e vullnet që të aprovohen sa më shpejt në seancën e radhës. Vëmendjen tash duhet ta mbajmë të hapat që për afat e kanë dhjetorin e këtij viti, 31 dhjetorin, ato bëjnë pjesë 61 hapa në vlerë prej 444 milion euro. Në këta 61 hapa bëjnë pjesë edhe 22 hapa që për afat shtesë kanë 31 dhjetorin e këtij viti, e që vlera e tyre është 131 milion euro. Pra, duhet të kemi kuvend që funksionon në mënyrë që të arrim të përmbushim të gjithë hapat të cilët pastaj skadojnë në fund të dhjetorit. Sikurse edhe në afatin e këtij qershori që e patëm, edhe në atë të dhjetorit kemi hapa që janë ligje që duhet miratuar në kuvend apo qeveri me funksionet e plota. Nga hapat, nëse mundem shkurt, nga hapat që nuk arritën në afatin e 30 qershorit, edhe tek ligje për energjinë dhe energjinë elektrike, në qeveri u patën kaluar në prill, ndërkohë që u patën kaluar në lexim të parë edhe në kuvend, por nuk arritën të kalohen pastaj në seancë plenare, ku, siç e thash, kërkohej kalimi në procedurë të përshpejtuar, e që kërkonte 2/3 e të pranishmëve. Opozita pa të qëndruar në sallë për ta pamundsuar arritjen e 2/3, që është e kundërta me seancën për zgjedhjen e presidentit, ku atu kërkohej që të rrinin në sallë për të bërë 2/3 edhe nuk qëndronin, dhe këtu për kalimin e ligjeve me procedurë të shpejtuar, ku kërkohej që të mos ishin në sallë, nëse nuk duan që të bllokojnë, por e pamundsuan edhe ligjin për SEPA, edhe këtu të energjisë, duke qëndruar në sallë për ta pamundsuar pragun për 2/3 për të kalim të procedurave. Ligji për ndihmë shtetërore ka qenë në konsult me Bashkimin Evropian. Ligji për inovacion dhe ndërmarrësi është miratuar pashtu me 20 prill në qeveri. Legislacioni kornizë dhe aktet nënligjore lidhur me falimentimin dhe pasësinë paguese, ligje për kamat vonesat, gjithashtu në konsultimin me BE-n, dhe paku e ligjeve në drejtësi, që të gjitha ligjet do të mund të kaloheshin në qershor, në rast se kuvendi do të ishte në funksion.